Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni: aksident tragjik në autostradë, një autobus del nga rruga dhe përmbyse duke shkaktuar një të vdekur e 12 të plagosur, 7 në gjendje të rëndë, mes tyre një fëmijë. Qeveria rishikon buxhetin, nga një korriku shpërndahet bonusi i verës 5.000 lekë për pensionistët, më shumë fonde dhe për spitalet dhe infrastrukturën. Protestuesit rrethojnë parlamentin, sulmojnë me vezë makinat e deputetëve dhe përplasen me forcat e policisë, uniformat blu shoqërojnë disa persona. Edi Rama mbron projektin e Zvërnecit, kryeministri thotë se investimi i sipërmarrësve të huaj do të sjellë 10.000 vende pune dhe do të rrisë ekonominë e Vlorës. Policia finalizon një operacion antidrog në Tiranë, arrestohen 15 pjesëtar të 3 grupeve kriminale, shisnin lëndë narkotike edhe pranë shkollave. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Përmbysja e një autobusi me pasagjerë në autostradën Tiranë-Durrës shkaktoi një të vdekur e 12 të plagosur, mes të cilëve 7 janë në gjendje kritike në spital. Policia bëri të ditur se shkaki i ngjarjes së rëndë është bërë humbje e kontrollit nga ana e shoferit, i cili ka humbur jetën. Një person ka vdekur dhe 12 të tjerë janë plagosur në një aksident në autostradën Tiranë-Durrës. Një autobus i linjës Berat-Tiranë u përmbys dhe përpasoi 7 prej pasagjerëve janë shumë rënd, mes tyre edhe një fëmijë, ndërsa 5 të tjerë kanë pësuar dëmtime më të lehta. 5 pacientë, 2 grupë moshës së përafër 30 deri në 50 vjeç, po i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale nga ekipet mjekësore roje të urgjencës. 2 prej pacientëve që po i nënshtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale janë shtetas të huaj, ata ndodhen faktikisht në gjendje të rëndë shëndetësore. Njëri prej pasagjerëve ka mbërritur në spitalin e traumës pa shenja jete dhe policia identifikoi se bëhet fjalë për një 36 vjeçar. Paraprakisht, dyshimet janë se shoferi i autobusit ka pësuar atak kardiak, çka çoi në humbjen e kontrollit të mjetit dhe përmbysjen e tij jashtë rruge. Konfirmoj që mjeti nuk ka patur kontakt me ndonjë mjet tjetër gjatë qarkullimit në rrugë. Policia e shtetit apelon çdo drejtues mjeti, çdo përdorus rruge që të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit në rrugë. Pamje tregojnë se përplasja ishte tepër e fortë, saqë autobusi ka çarë barrierat mbrojtëse të rrugës. Një shtetase amerikane tregoi me detaje momentin kur ndodhi aksidenti. Po ndjeja që po dilim nga rruga dhe pash lart. Brenda sekonda shumë njanuam. Njerëzit po përtisnin. Menjëherë banorët erdhën në ndihmë. Policia sqaroi gjithashtu se viktim nga aksidenti mbeti shoferi i mjetit, një 36 vjeçar nga Tirana. Duke filluar nga një korriku, të gjithë pensionistët në Shqipëri do të përfitojnë bonusin e verës me vlerën e 5.000 lekëve. Vendimi është marrë nga qeveria pas rishikimit të buxhetit. Ndryshimet përfshin edhe rritje pagash për disa kategori, si dhe më shumë fonde për barnat onkologjike dhe për infrastrukturën. Mbledhja e qeverisë këtë të marti u kushtua tërësisht të rishikimit të buxhetit. Në dalje pas diskutimeve, ministrat bën me dije se pensionistët do të përfitojnë për herë të parë bonusin e verës në shumën e 5.000 lekëve, që do t'u jepet duke filluar nga një korriku. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë 5.000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Fonde shtesë, qeveria ka akorduar gjithashtu edhe për kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara, pagat e stafeve mjekësore, si dhe barnat onkologjik. Kemi menduar edhe për kujdestarët e personave me të aftësi të kufizuara, të cilat shteti do t'u mbuloj me pagesën e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, me një efekt financiar për rreth 2 miliard lekësh. Do t'alokojmë 1.5 miliard lekë fonde shtesë për barnat e onkologjikut në shërbimet spitalore në vend. Do të mundsojmë edhe rritjen e pagave të personelit në urgjencën mjekësore, ku do të përfitojnë mjekët dhe personeli i shërbimit në urgjencën spitalore. Nga ana tjetër, do të alokohet edhe një fond shtesë për pagesën e orëve shtesë të punës të zjarfiksve.
Para më shumë, parashikohen edhe për garancinë sovrane, ku do të përfitojnë fermerët. Nga 3 miliard lek në 5 miliard lek dhe jo vetëm do të rrisim shumën, por siç thash do të shtrim edhe fushën e mbulimit me garanci sovrane, e cila nuk do të shtrihet më, nuk do të jetë më vetëm për fermerët, por do të jetë edhe për ndërmarrjet e vogla e të mesme, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë tonë. Ndërkohë, qeveria ka dhënë 65 milion euro më shumë për pushtetin lokal. 35 milion euro janë për përmirësimin e infrastrukturës bazike që ne kemi në territor dhe 30 milion euro të tjera janë të fokusuara në 2 programe shumë të rëndësishme. Një prej tyre që ne kemi lançuar dhe më parë është pikërisht për krijimin e flotës logjistike që do të jetë bazuar në çdo qark, do të vinë ndihmë bashkive për mirëmbajtjen e infrastrukturës bujqësore dhe asaj infrastrukturore. Ashtu siç u lajmërua dhe më herët nga kryeministri Edi Rama, qeveria ka rritur buxhetin për mbrojtjen me 10.3 miliard lekë. Dhjetra qytetarë janë përplasur me forcat e policisë gjatë protestës të zhvilluar para parlamentit. Ata qelluan me vezë makinat e ministrave dhe disa prej deputetëve socialist, duke tensionuar situatën. Forcat e rendit ndërhyn duke shoqëruar disa prej protestuesve. Për më shumë se 4 orë, dhjetra qytetarë protestuan para godinës parlamentit, duke hedhur parulla kundër deputetëve, si të mazhorancës ashtu dhe të opozitës. Në mënyrë simbolike ata thollën te kobori para sallës së seancave plenare një kosh mbeturinash, për të thënë ligjvënësve shqiptar se kanë aty vendin e nuk i përfaqësojnë qytetarët. Protestuesit u vendosën në 2 hyrjet kryesore të parlamentit dhe kërkuan ndorëheqjen e qeverisë dhe anullimin e ndryshimeve që janë bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Në shenjë revolte, ata qelluan me vezë makinat e deputetëve dhe ministrave, të cilët kaluan para tyre. Protesta u shoqërua me momente tensioni mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Pas disa orë proteste, forca speciale ndërhyn për të larguar protestuesit nga hyrja e kuvendit dhe për të lejuar kalimin e deputetëve. Por edhe pse protestuesit u spostuan, ata qelluan sërish me vezë drejt makinave të ligjvënësve. Për shkak të tensioneve, policia shoqëroi disa protestues, ndër të cilët rritan goxhajin e për këtë arsye, protesta e qytetarëve u zhvendos para godinës së drejtorisë policisë së Tiranës, ku kërkuan lirimin e tyre. Mazhoranca dhe opozita u përplasën në sallën e parlamentit për protestën. Demokratët mbështetën kërkesën e qytetarëve për dorëheqjen e kryeministrit, ndërsa socialistët thanë se në tubime ka aktor të huaj. Protesta e qytetarëve që vazhdon për një muaj dominoi diskutimet edhe brenda sallës së parlamentit. Socialistët rrëzuan kërkesat e Partisë Demokratike që parlamenti të zhvillojë një debat posaçëm, vetëm për protestën dhe kërkesën për interpelancë me kryeministrin Edi Rama për këtë çështje. Pas 13 viteve në pushtet, Edi Rama nuk sillet më si kryeministër, sillet si pronar i Shqipërisë. Prandaj refuzon interpelancat, prandaj sulmon protestuesit, sepse në mendjen e tij askush nuk ka të drejtë të kërkojë llogari përveç se krimit organizuar. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Taulan Balla përsëriti qëndrimin e mazhorancës se në protestë ka aktorë të huaj, të cilët janë kundër Shqipërisë. Se në këtë protestë u përfshin dhe vazhdojnë të jenë të përfshirë aktorë shtetëror malindë e Shqipërisë së bashku me media, organizata dhe interesat huaja. Në fushatën online morën pjesë mira mercenar, digital, të nxitur nga interesat huaja dhe konkurrentë Shqipërisë në turizëm. Ndërkohë që opozita shfrytëzoi debatin parlamentar për të mbështetur 5 kërkesat e protestuesve, veçanërisht kërkesën e tyre të parë, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Vetëm në Shqipëri kemi një kryeministër që pas 13 viteve në pushtet u thot shqiptarëve në anglisht para gjithë botës fuck you. Kemi një kryeministër që konsideron parlamentin noter të akteve të tij dhe mburoi për korrupsionin e qeverisë
dhe bashkëpunëtorëve tij. Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse qytetarët janë në protestë dhe kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Protestuesit kanë shpallur 5 kërkesa kryesore: dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, ndryshimin e kushtetutës, kodit zgjedhor, ligjit për financimin e partive politike. Ata kërkojnë gjithashtu shfuqizimin e ligjit për investime strategjike dhe paketës së maleve, si dhe anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore. Në përgjigjen e radhës për protestuesit që i kërkojnë dorëheqjen, Edi Rama shprehet se hallet e qytetarëve po shfrytëzohen nga disa individ. Kryeministri thotë se çdo shqetësim qeveria do ta kthejë në energji pozitive për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama ka vijuar me reagimet në rrjetet sociale për protestat. Kreu i qeverisë pretendon se protestuesit që mblidhen çdo ditë prej një muaji në bulevardin qendror dhe kërkojnë dorëheqjen e tij, po keq përdoren. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Korja e mbetjeve të rrezikshme sociopolitike të bulevardit dhe uji i rrjedhshëm i protestës së qytetarëve që kërkojnë të dëgjohen janë dy gjëra krejt të ndryshme. Sipas Ramës, shqetësimet konkrete të qytetarëve do të merren parasysh nga qeveria. Ai ujë që buron nga halle, shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do ta kthejmë në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, duke ndarë me ta reflektimin ton nga kjo protestë, sapo të kemi lexuar me vëmendje për ulësi, krejt mesazhin e zemërimit të tyre të sinqertë. Për personazhe që sipas shefit të ekzekutivit po ushqejnë qytetarë shqiptar me urrëtie ndaj qeverisë, Rama thotë se nuk do të marrin të njëjtën përgjigje. Ndërsa korja e shpifur që ka bërë bashk plot dështak të zemëruar të Shqipërisë, turlilloi personazhesh që japin mend që si kanë dhe shfryn dufe e mlefe për të cilat s'ua ka fajin askush veç vetes, duhet parë treguar pas një ngurim mu siç është. Në reagimin e tij, kryeministri shpreh se nga këto protesta do të dalin të fituar ata që kanë besim tek qeveria aktuale, ndërsa pjesa tjetër do të bëhet pishman. Investimi në Zvërnet, sipas kryeministrit Rama, do të hap 10.000 vende të reja pune. Prania e sipërmarrësve të huaj nënvizoi Rama i shërben rritjes ekonomike, ndaj ata janë të mirëpritur. Investimet e huaja sipas kryeministrit Edi Rama sillin më shumë vende pune për qytetarët shqiptar. Nga Vlora, kreu i qeverisë përmendi projektin e Xheret Kushtner në Zvërnec, që sipas tij do të sjellë 10.000 vende pune për banorët e zonës. Se nuk duhet i shmangem pamjes jashtëzakonshme të Gjirit Vlorës pa e përmendur edhe faktin që investimi për cilin bëhet një diskutim maramundës dhe absurd sjell jo 500 si këtu, po 10.000 mundësi të reja vendesh pune. Rama shtoi se Shqipëria do të mirëpres çdo investim të huaj në mënyrë që të rritet ekonomia. Ne do të vazhdojmë të bëjmë çmos që investimet të shtohen, sepse duam të arrisim ekonominë tonë. Më pas, u firmos memorandumi i marrëveshjes mes gigantit italian Fincantieri, kompanisë Kajo dhe shkollës industriale Pavarësia për prodhimin e anijeve luftarake, e cila do të funksionojë në Pashaliman. Marrëveshja me Fincantieri nuk është as e para dhe as e fundit ndër marrëveshjet që po firmosen për t'i dhënë industrisë sonë ushtarake të gjithë komponentët e vetë dhe për të pasur një sistem industrial ushtarak që funksionon nga uniformat deri tek mjetet më të sofistikuara. Qeveria bëri me dije se do të miratohet akti normativ, i cili do të çojë në 2.6 buxhetin për mbrojtjen. Banorët e Rjollit janë rikthyer në vendin ku pritet të ndërtohet resorti turistik. Ata thanë se do t'i vazhdojnë protestat derisa të zgjidhet çështja e pronësisë së tokës. Kantieri në Rjoll, ku po ndërtohet resorti turistik, është rrethuar sërish me muar dhe me hekura, dhe për këtë arsye banorët e zonës janë ngritur edhe një herë në protestë. Shqipëria, shqiptarëve, Shqipëria, shqiptarëve, Këtë herë në mënyrë paqësore ata kundërshtuan punime që po kryen në zonë. Banorët theksuan se nuk do të ndalen në kërkesat e tyre dhe tokën nuk do ta falin. Me na mohu ne të drejtën e pronësisë, me letrat falsifikume, me mohu historinë e vërtetë.
të njëjtën gjë, ja të tentu me ba me emrin që kanë nxjerrën shitje këtë resort, por nuk ka për t'ja dalë. Nuk ka për t'ja dalë se vërteta është më e fortë se çdo mafja, se çdo kriminal, e se çdo mbrojtje mafjes që ju bani çdo ditë. Po për të realisht interesën, për me marë gjykata edhe shpaku e ndorë, sepse një ky popull ka nejt ashtë 10 ditë pa ardhë me pështet këtë pështet në rjohë. Edhe na jena kanë në rjohë. Ky polici e në rume si janë misin policë, 14 vetë jena fshatar, jo 500 vetën e falenderojmë gazetarët, por i bëjmë thirrje policisë, i bëjmë thirrje edhe drejtorit prezidhshëm policisë rrethit Shqipnisë, Skender Hita. Mos të bjerë policinë rriu. 1500 policë të rjestuar këtu nuk është normale, nuk është parë ndonjëherë. Dhe këto policë etiketojnë banorët si grabitës, por dhe oligarkun etiketojnë si qytetar. Banorët e Rjollit janë në protesta prej gati 5 muajsh. Resorti shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 140 hektarësh, ku është kundërshtuar me forcë nga banorët e zonës për shkak të problemeve me pronësinë e tokës. Zgjedhjet e 11 majit shkaktuan debate në Komisionin e Ligjeve. Opozita ngriti pretendime për presion të votuesve nga krimi organizuar, ndërsa socialistët kërkuan masa konkrete për të shmangur vonesat në daljen e rezultatit. Nuk është thjesht Raportimi i vjetor i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Lorian Celibashi u kthye në një debat mes mazhorancës dhe opozitës për standardet e proceseve elektorale në Shqipëri. Megjithatë, shqetësimet e demokratëve dhe shqetësimet e socialistëve ishin krejt të ndryshme, e pas një pikë takimi. Opozita sheh problemet e procesit para se votat hidhet në kuti. E nën kryetari i PD-s, Ojert Bylykbashi, vuri në dukje se shteti dhe krimi duhet të dalin jashtë zgjedhjeve. Bylykbashi, i cili është drejtues politik në qarkun e Durrësit, solli eksperiencën e tij në zgjedhjet e 11 majit dhe problemet që sipas tij janë më të mprehta. Prezenca e personazheve të grupeve kriminale në vend numrime, gjatë numrimit, që prodhon presion dhe intimidim mbi numruesit, ishte e tillë që unë ju kam thënë atëherë në atë kohë edhe me gjysmë shakare, po ishte e vërtet. Nëse dikush gabonte fuste dorën brenda xhaketës, aty mund të qenë pistoleta. Kjo ishte situata. Pra çfarë mund të bëjmë që ta nxjerrim këtë lloj, pra shteti nga zgjedhjet, krimi nga zgjedhjet. Por socialistët u fokusuan tek procesi pasi vota hidhet në kuti. Gjiknuri propozoi që të zgjerohet votimi dhe numërimi elektronik për të shmangur procesin e zgjatur të nxjerrjes së rezultatit. Unë inkurajoj që teknologjia e numërimit dhe votimit dhe numërimit zgjedhje të implementohet në sa më shumë qendra votimi në sa më shumë vende në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë që Ulsimania deklaroi se në rast se nuk aplikohet votimi e numërimi elektronik në të gjithë vendin, atëherë të rikthehet numërimi në qendrën e votimit. Atëherë duhet shkem ke 5225 qendrat e votimit. Votim dhe numërim atje. Dhe del rezultati për 2 orë. Nesër do të mblidhet komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore, i cili do të diskutojë me drejtuesin e SPAK-ut rreth problematikës së zgjedhjeve dhe rrugëve për të përmirësuar standardet. Pesëmbëdhjetë persona janë arrestuar nga policia e Tiranës për trafik të lëndëve narkotike, të ndarë në 3 grupe, ata shpërndanin dhe shisnin drogë edhe pranë 2 gjimnazëve. Të paktën 3 grupe kriminale janë goditur nga antidroga e Tiranës, operacion që çoi në arrestimin e 15 personave. 14 prej tyre u lanë në qeli, ndërsa për Fabiola Gjonçaj, gjykata vendosi arrest në shtëpi. Agentët e policisë kanë identifikuar dhe 5 persona të tjerë të cilët janë në kërkim. Këta persona të ndarë në 3 grupe kriminale, prej kohë shisnin lëndë narkotike, kanabis, kokain, por dhe lloje të tjera lëndësh narkotike në vende të ndryshme të kryeqytetit. 2 prej pikave ku shitej droga ishte dhe gjimnazi Partizani dhe Çajupi. Hetimet antidroga i nisi 3 muaj më parë, kur agentët u përfshin si të infiltruar duke porositur sasi lëndësh narkotike. Të arrestuarit funksiononin dhe si furnizues për disa baza të tjera kriminale. Babe Bir Artur dhe Rubin Meta tashmë të arrestuar, prej të paktën 2 vitesh kishin një kontroll të fortë në një prej grupeve të goditura në këtë operacion. Madje në rolin si furnizues, ata shfrytëzonin dhe lokalin e tyre në afërsi të medreses për shpërndarjen e drogës.
Në këtë operacion njëri prej të arrestuarve ju gjetën një pistolet, ndërkohë policia zbuloi dhe disa ambiente të përshtatura për organizimin e lojrave të fatit. Në total policia sekuestroi 220 gram kokain të ndara në doza, 100 doza kanabisi gati për shitje, 2 tavolina pokeri si dhe 2.3 milion lek të rinj. Ky operacion lidhet me disa aksionet të tjera policore, ku janë arrestuar më herët 7 persona për shitjen e lëndëve narkotike. Plagosja e 35 vjeçarit në Pogradec dyshohet të ketë si motiv hakmarrjen. Autori dhe bashkëpunëtori i tij, tashmë të arrestuar, kanë synuar eliminimin e të riut. Policia është në kërkim të vllajt të autorit dhe të një tjetër personi që gjithashtu kanë qenë të përfshirë në ngjarje. Policia ka arrestuar 2 persona për atentatin e dështuar ndaj 35 vjeçarit Brian Syzo të hënën në Pogradec, ndërsa po ashtu 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Pas autorit Nikola Golli, që u arrestua pak momente pas ngjarjes, në pranga ra edhe bashkëpunëtori i tij, David Prifti, 30 vjeç, ndërsa Edison Agolli, vllai i autorit dhe Meart Berberi janë shpallur në kërkim. Të katërt sipas policisë janë përpjekur ta vrasin Brian Syzon duke qelluar me armë teksa ai ndodhej në automjetin e tij të parkuar në lagje nr. 3 të qytetit të Pogradecit. Të arrestuarit dhe të shpallurit në kërkim janë të gjithë me precedent penal. Plumbi e preku në këmbë Syzon duke kapur edhe një prej venave kryesore, çka i rrezikon amputimin e gjymtyrës. Ai u transportua me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve. Dyshimi i policisë për motivin është hakmarrja ndaj 35 vjeçarit, pasi në tetor të vitit 2025 vllai i tij, Sinde Syzo, plagosi Nikola Agolli në një berberhane. Gjatë veprimeve hetimore u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 automjete dhe 6 aparat celular. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona të cilët armatosur po lëviznin me motor në afërsi të Alliasit. Në pranga ka rënë i afërmi Ervis Martinajt, 31 vjeçari Emiliano Onina. Gjithashtu prangos edhe shoku i tij Erion Hoxha. Të dy janë arrestuar në afërsi të banesës së Ilir Selmanit. Sipas njoftimit policor, arma i është gjetur Erion Hoxhës, ndërsa Emiliano Onina akuzohet për mos kallëzim krimi. Ilir Selmani është dënuar me 26 vite burg për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, por ai u la në masë në arrest shtëpie më 19 qershor me vendim të apelit të posaçëm. Nuk dihet pse të arrestuarit ishin pranë banesës së rivalit të Ervis Martinajt, por grupi hetimor nuk përjashton mundësinë që ata të kenë shkuar për t'i bërë atentat. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.